në procesin e gjykimit. Kështu që ky është konkluzioni i parë dhe i vetëm, them, i vogël, me fazën ose me këtë çështje të madhe, po themi, të drejtësisë. Është tjetër gjë pastaj raporti i krijuar prej një pjesë të politikës, saktësisht nga Sali Berisha, me drejtsinë e re. Kjo pastaj ka sens edhe të diskutohet fort madje edhe tani në çështjen e zgjedhjeve. Prandaj ju pyeta edhe unë, sepse ditën e sotme kur kishte detyrim paraqitje, zoti Berisha nxori dokumenta, fakte ku denonconte se zonja Gjoka, pra gjyqtarja, është dënuar në Greqi. Dhe madomendja që me nisjen e këtij procesi do të kemi edhe të tjera akuza, dokumenta të tjera nuk e di, nuk di ta them këtë, do të vazhdoj njëjti refren, siç edhe ka bërë më parë, pra që një i pandehur shkon dhe i bën gjyqin gjykatës, këtë dera e gjykatës. Është e panatyrshme. Absolutisht, për këtë bien dakord, po duke qenë se jeni ish ministër drejtësie, njëri që e njihni mirë ligjin, edhe për nga profesioni juaj me këtë drejtësi të re, a ka gjasa të intimidohet procesi gjyqësor apo jo? Di të them gjën tjetër, që segmentet e politikës, si nga maggjoranca edhe nga opozita, nuk kanë lënë gjë pa bërë për ta intimiduar dhe më shumë se sa kaq. Madje edhe në mes të fushatës zgjedhore, nuk kishte një gjë të përbashkët mes Ramës dhe Berishës, ishte sulmi ndaj drejtësisë. Berisha e bën për ditë, e bën në mënyrë të vrazhd, bën në mënyrë banale, si këto skena. Rama e bën akoma dhe në mënyrë më të hidhur, se ka ngritur një komision të reformave që targeton qartësisht sistemin e drejtësisë, më saktë SPAK-un. Me kujtova, jo më larg se sa sot, janë bërë publike debati i rekomandimeve që Këshilli i Ministrave, qeveria, Rama pra, ja bën SPAK-ut. Po, i paraqet ministri Manjani, madje kishte kundërshtim nga ana e zotit Dumani. Manja, ndjes. Dhe kush kupton pak nga çështjet e drejtësisë, juve modestisht na thatë, unë kuptoj pak nga çështjet e drejtësisë, po të lexosh ato rekomandimet, duket qartazi, sidomos ke pjesa e parë, që qeveria udhëzon SPAK-un, prokurorin, se si do duhet sillet me hetimet, se si do duhet sillet me të pandehurit, madje i thoshte, atë po lexoja rrugës, që do duhet të rritet numri procedimeve që i fillon drejt për drejt SPAK-u. Dhe ngela i pataksur, me thënë të drejtën. Është shenja parë që i hap rrugën Komisioni Xhava? Jo, kjo është shenja e radhës, që vazhdon rrugën e sulmit të përbashkët dhe të koordinuar midis Edi Ramës dhe Sali Berishës kundër drejtësisë. Që ta mbyll këtë pjesë, masa do ta diskutojmë më vonë. Dy kanë qenë çështjet që i bën bashkë Edi Rama dhe Sali Berishën. Sulmi koordinuar ndaj drejtësisë, sulmi i koordinuar ndaj partive të reja. Më duhet ta pranoj që deri tani ja kanë dalë. Do të kemi mundësi që edhe të analizojmë edhe të flasim, qoftë për intimidimin për